Pavarësisht mungesës së deklaratave të drejtpërdrejta dhe ngrirjes së politikës së jashtme të SBA-s për shkak të mosdakordësisë për miratimin e buxhetit të ri, si dhe politikës së Trump, Washingtoni vijon të japë mbështetjen e nevojshme prokurorisë së posaçme. Ditën e djeshme, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit në SBA, Mark Fleming, zhvilloi një vizitë në ambientet e prokurorisë së posaçme SPAC, ku takoi kreun e institucionit Altin Dumani. Gjatë takimit, zëvendës ndihmësi sekretari i shtetit ka shprehur mbështetjen e SBA-ve ndaj SPAC në luftën e tyre kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë shtetëror. Fleming mësohet se ka vlerësuar punën e deritanishme të SPAC-ut, por gjithashtu ka rritur presionin ndaj saj, duke kërkuar më shumë arrestime dhe veprime konkrete me çështjet e korrupsionit që ata kanë në dorë. Me konsolidimin e institucionit dhe ndihmën e pandërprerë të tyre, amerikanët tashmë kërkojnë rezultate konkrete nga SPAC-u, i cili kohët e fundit e ka ulur ritmin, ndoshta edhe për shkak të garës për zgjedhjen e kreut të ri. Kjo vizitë vjen gjithashtu në të njëjtën kohë kur po zhvillohen procedurat për zgjedhjen e kreut të ri të SPAC-ut, që do të pasojë Dumanin. Thënë këtë, vizita e Fleming ishte një mesazh për politikën se ky proces po vëzhgohet prej tyre dhe se politika duhet të mbajë duart larg saj. Kjo mund të shpjegohet edhe në takimin që zëvendës ndihmës sekretari i shtetit pati me ministren e brendshme të Shqipërisë Albana Koçiu, si dhe ministrin e drejtësisë Besfort Lamallari. Gjithashtu zyrtari amerikan u takua edhe me përfaqësuesit e opozitës, ku morën pjesë Gazmend Bardhi, Belind Kolliçi dhe Jorida Tabaku. Mesazhi u është dhënë të dyja palëve: procesi për kreun e ri të SPAC duhet të jetë i drejtë dhe pa ndikim të jashtëm nga politika apo krimi.